Çfarë thot Islami për ufot dhe krijesat e fshehta? A ke parë ndonjëherë diçka në qiell që nuk e ke shpjeguar dot? Një dritë që lëviz shumë shpejt. Një formë e çuditshme. Diçka që nuk është aeroplan, nuk është yll, nuk është asgjë e njohur. Dhe pyetja lindi menjëherë. Çfarë ishte ajo? Qeveritë e botës po e njohin zyrtarisht fenomenin UFO. NASA ka departamente të dedikuara. Ushtria amerikane ka publikuar video. Por çfarë thot Islami? A flet Kurani për këto krijesa? A ka thënë profeti alayhi selam diçka? A duhet muslimani të shqetësohet? E vërteta e parë, krijimi i Allahut është i pafund. Para çdo gjëje tjetër, Islami vendos një parim themelor. Allahu thot në Kur'an, një prej shenjave të tij është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe i qenieve të gjalla që ka shpërndar nëpër to. Ai është i fuqishëm ti tu boj ata kur të dojë. Surja e Shura 29. Që ka shpërndar nëpër to, në qiej dhe në tokë. Dietarët islam e kanë komentuar këtë ajet me vëmendje të veçantë. Imam Kurtubi shkruan, ky ajet tregon se Allahu ka shpërndar kafshë lëvizëse në qiej. Dhe kjo është argument se krijimi i Allahut nuk kufizohet vetëm në tokën tonë. Imam Taberi shton, fjala daben, krijes lëvizëse, në arabisht përfshin çdo gjë me jetë dhe lëvizje, dhe Allahu e shtriu këtë në qiej. Dhe Allahu thot gjithashtu, ai krijon edhe gjëra që ju nuk i dini. Surja Nahl 8. Gjëra që ju nuk i dini, kjo fjalë e hapur, e pa kufizuar, lëvënd për gjithçka që njeriu nuk e njeh ende. A ka hadithe të sakta për ufot? Duhet të jemi absolutisht të ndershëm këtu. Nuk ekziston asnjë hadith i saktë dhe i drejtë për drejtë ku profeti alayhi selam përshkruan ufot siç e njohim sot. Dhe kjo ndershmëri është vërtet urtësia islame. Sheikh Ibn Uthaymeen ka thënë, nuk lejohet të shpikësh hadithe ose t'i atribuosh profetit alayhi selam gjëra që nuk i ka thënë, qoftë edhe për çështje interesante si krijesat e panjohura. Kurani na mjafton si udhëzim. Por ekzistojnë transmetime dhe komente dietarësh që japin perspektivë. Profeti alayhi selam tha, Allahu ka krijuar 341.000 lloje krijesash. Edhe pse ky hadith ka diskutime në zinxhirin e tij, ideja e krijimit të larmishëm dhe të pafund mbështetet plotësisht nga Kurani. Xhinët, krijesa e fshehur që Islami e konfirmon. Por Islami konfirmon ekzistencën e krijesave të padukshme dhe të fshehta, xhindët. Allahu i ka kushtuar një sure të tërë. Thuaj, o Muhammed, mua më është shpallur se disa prej xhindëve kanë dëgjuar Kuranin dhe kanë thënë, me të vërtetë, kemi dëgjuar një Kuran të mrekullueshëm. Surja Xhin 1. Xhinët, krijesat e krijuara nga zjarri pa tym, jetojnë në dimensionin e tyre paralel. Nuk i shohim, nuk i kuptojmë plotësisht, por ekzistojnë. Sheikh Sali El Feuzan, kur u pyet për ufot, dha një përgjigje të mençur. Disa nga ato që njerëzit i quajnë UFO mund të jenë nga veprimtaria e xhinëve. Xhinët kanë fuqi të lëvizin shpejt, të marrin forma të ndryshme dhe të bëjnë gjëra që njeriu nuk i shpjegon. Kjo është e konfirmuar në Kur'an dhe Sunet. Kurani tregon se xhinët e kishin dëgjuar thirrjen e profetit alayhi selam dhe u besuan. Dhe disa prej nesh janë musliman dhe disa janë të padrejtë. Ata që kanë pranuar Islamin, ata kanë gjetur rrugën e drejtë. Surja Xhin 14. Krijesat e fshehta ekzistojnë, kanë besim dhe mosbesim, kanë liri zgjedhjeje. Çfarë thon dietarët bashkëkohor? Sheikh Abdullah ibn Xhibrin, kur u pyet drejt për ufo të përgjigj. Nuk mund të mohojmë çdo gjë që njeriu nuk e shpjegon. Allahu ka krijesa të shumta, por muslimani nuk duhet të marrë informacion nga burime jo të besueshme dhe të ndërtojë besimin mbi to. Sheikh Sali El Munejid ka shkruar, çështja e ufove dhe krijesave jashtëtoksore nuk ka argument të saktë fetar as pro as kundër. Muslimani thot, Allahu krijon çfarë të dojë dhe ne besojmë në këtë pa hyrë në spekulime të kota. Doktor Zakir Naik, dietar dhe predikues i njohur, ka thënë, Islami nuk e ndalon besimin se mund të ketë forma jete në univers. Universi është i madh dhe Allahu e ka krijuar të gjithë, por ne nuk e dim dhe nuk duhet të spekulojmë pa dije. Si duhet të sillet muslimani? Dhe tani pyetje praktike. Kur dëgjon për ufot, kur sheh videon e fundit, kur njerëzit diskutojnë për alienët, çfarë bën muslimani? E para, mos moho dhe mos konfirmo pa dije. Allahu thot, dhe mos ndjek atë për të cilën nuk e dije. Vërtet dëgjimi, shikimi dhe zemra, të gjitha këto do të pyeten. Surja Isra 36. Nuk e dije të saktë për ufot, mos ndërto besime mbi to. E dyta,
Kujto madhërinë e Allahut. Çdo gjë e pashpjegueshme në këtë univers është argument i madhërisë së krijuesit. Allahu thot: vërtet në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndërrimin e natës dhe ditës ka shenja për njerëzit e mendjes. Surja Ali Imran 190. E treta, mos e bëj temë obsesioni. Sheikh Ibn Uthejmini ka thënë: muslimani nuk duhet të harxojë kohën e tij me spekulime të kota për gjëra që nuk ndikojnë në jetën e tij fetare. Koha është e çmuar, shpenzoje në dije të dobishme. E katërta, kërko mbrojtje tek Allahu. Nëse shih diçka të çuditshme dhe të frikshme, thuaj: kërkoj mbrojtje me fjalët e plota të Allahut nga e keqja e çdo gjëje që ai ka krijuar. A duhet të jenë ufot temë diskutimi mes muslimanëve? Sheikh Salih El Feuzan e mbyll çështjen me urtësi. Muslimani ka çështje shumë të rëndësishme për të diskutuar: Kuranin, Sunetin, jetën e tij, familjen, ajretin. Ufoja nuk ndikon në namazin tënd, në agjërimin tënd, në marrëdhënien tënde me Allahun. Prandaj, mos e bëj prioritet. Universi ka 93 miliard vite dritë gjerësi, ka miliarde galaktika, triliona yje, planete pa numër. Allahu thot: lëvdata i takon Allahut, Zotit të botëve. Surja El Fatiha 2. Universi është i madh. Krijimi i Allahut është i pafund. Misteret janë të shumta. Por muslimani nuk humbet veten në mister. Ai qëndron i ankoruar në atë që di. Allahu e ka krijuar gjithçka. Allahu e kontrollon gjithçka. Allahu di gjithçka. Dhe çdo dritë e panjohur në qiell, çdo fenomen i pashpjegueshëm, çdo krijesë e fshehur, janë të gjitha nën vullnetin dhe dijen e Allahut. Dhe kjo mjafton.